Të nderuar, ky është një reagim për këtë propozim ligj antidemokratik dhe kundërkushtetues. Partitë politike janë sërish në panik, në vend që të garojnë me ide si ta përmirësojnë jetën e qytetarëve, ata ndërhyjnë në kodin zgjedhor për të vështirësuar pjesëmarrjen në zgjedhje e kandidatëve të pavarur. Ky propozim ligj që mban nënshkrimin e VMRO-s, LSDM-s, Znamit dhe Vlenit, rrit ndjeshëm numrin e nënshkrimeve për pjesëmarrje në zgjedhje dhe mbyll derën e kandidatëve të pavarur në shumë komuna. Ironia më e madhe është se aty qëndron nënshkrimi i deputetit Bekim Qoku, që deklarohet se përfaqëson vetëvendosjen, subjekt i cili ka lindur nga aktivizmi qytetar, kurse ai me nënshkrimin e tij i ka shpadhur luftë aktivizmit dhe është integruar plotësisht në mendsinë e mbrapsht të partive politike. Ky propozim ligj tentohet të miratohet me procedurë të shkurtuar, pa debat publik, pa transparencë, edhe pse u anulua vetëm para një muaji nga gjykata kushtetuese, kurse tani rikthehet në version ende më të rëndë. Ndryshimet e reja janë përpjekje për të fshirë zërat e pavarur nga harta politike. Kjo është luftë për të drejtën e çdo qytetari për të kandiduar dhe për të zgjedhur ligjshëm. Për krahasim, në shumicën e shteteve evropiane, nevojiten më pak se 200 nënshkrime për pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur në zgjedhje, kurse me këtë propozim ligj, për shembull, në Tetov duhet të grumbullohen 900 nënshkrime, gati sa për formimin e një partie politike. Ky propozim ligj është një goditje e drejt për drejt ndaj vlerave demokratike dhe evropiane. Kërkesat tona janë të mos votohet ligji aktual, të hartohen propozimet e reja ligjore që do të përfshin kërkesat e kandidatëve të pavarur, të zhvillohet debat publik me ekspert dhe qytetar, të miratohet një zgjidhje demokratike dhe kushtetuese, dhe që është më e rëndësishmja, listat e mbyllura të zëvendësohen me listat e hapura. Ne nuk do të tërhiqemi, do të vazhdojmë të luftojmë për zgjedhje të drejta dhe zërin e pavarur të qytetarëve. Faleminderit. A do të garojmë nisma më mirë për Tetova në zgjedhjet e ardhshme lokale? Është çështje që duhet ta diskutojmë. Me këtë propozim ligj vështirësohet shumë pjesëmarrja jonë në zgjedhje, pasi që e dim në 2 zgjedhjet e kaluara kemi pasur shumë vështirësi për shkak se qytetarët detyroheshin të shkojnë në hapësirat e komunës për të nënshkruar dhe automatikisht cënoheshte, domethënë, privatësia e tyre për të përkrahur ndonjë nismë politike, kështu që është çështje që duhet ta diskutojmë ditët në vijim për të marrim një vendim. Kromsea po e apostrofoni vetëm në Blenin ose Bekim Qokun këtë rast, kur dihet se aty ka nënshkruese në e apostrofon Bekim Qokun, pasi që është shqiptari i vetëm i nënshkruar në këtë propozim ligj, ku edhe askund nuk figuron as gjuha shqipe. Ne vitin e kaluar kemi pasur një preskonferencë ku i kemi apostrofuar deputetët tjerë shqiptar në ato kohë të propozim ligjit të cilën e zdroi gjykata kushtetuese. Gjithashtu kishte një emision ku Bekim Qoku e përmendi se 50 nënshkrime që i kërkonim ne si listat e pavarura janë shumë pak. Tani shifet se 900 që kanë normal, sa është shumë nuk e di. Bekim Qoku si deputet erdhi nga zona e 5 në zonën 6, pa pasur nevojë për asnjë farë nënshkrimi dhe u zgjodh deputet me votat e tetovarëve dhe gostivarazve. Kështu që mendoj si përfaqësues i vetvendosjes ka bërë një gabim shumë të madh duke vënë nënshkrim për një ligj i cili është kundër aktivizmit qytetar dhe gjatë gjithë kësaj periudhe një vjeçare që ajo si deputet në Parlamentin e Maqedonisë nuk kemi parë ose kemi parë se ai as vën nga vetvendosja nuk ka, mund të kese më shumë vën nga VMRO-ja. Faleminderit.